së pari unë do të pyes zotin Panariti, fillimisht a mund të shpjegoni për publikun çfarë është salmonela? Salmonela është një bakter. Çfarë paraqet për njeriu rrezikun për konsumator? Kush janë kategoritë më të rrezikuara? A ka raste që mund të jenë vdekje prurse kjo? Salmonela është një bakter shumë i përhapur, është një enterobakter, pra që popullon normalisht traktin intestinal, është i përhapur shumë në natyrë, ndodhet në shumë specia. Salmonela që është identifikuar nga Instituti Sigurisë Ushqimore dhe i veterinarisë, i quajtur Salmonella tifimurium, shkakton tifën. Dhe është një salmonel e cila është zoonotike, pra prek edhe njeriu, se ka dhe salmonella që janë tipikisht specifike për specien, për shembull prek vetëm shpendin. Kurse kjo salmonel që është identifikuar nga instituti, është një salmonel që prek njeriu. Prandaj ka përbërë dhe përbën një shqetësim jashtëzakonisht të madh. Më thatë më kush janë pasojat e një infeksioni nga salmonella, mund të jetë një infeksion i lehtë, i zorve, me diare, mund të jetë dhe një infeksion shumë i rëndë, sidomos kur bakteri depërton mukozën e zorës dhe futet në qarkullimin e gjakut. Dhe kjo mund të ndodhë tek persona me imunitet të kompromentuar, me imunitet të ulur, që janë zakonisht moshat e avancuara, por edhe fëmijët që akoma nuk e kanë të konsoliduar imunitetin. Këtu mund kemi natyrisht dhe forma të rënda që mundet të jenë kërcënuese dhe për jetën. Prandaj është një diçka shumë serioze. Fakti është që kur identifikohet ky bakter në produktet me origjinë shtazore ose në produktet ushqimore në tërësi, jepet alarm i kuq që konsiderohet një diçka shumë serioze dhe masat janë drastike. Pra, po të shikoni gjithë protokollet e masave që merren kur ky bakter identifikohet si i pranishëm në produktet ushqimore, në rastin tonë produktet me origjinë shtazore, që është konstatuar në një fileto të ngrirë pule, që vjen nga një vend që është jashtë Bashkimit Evropian, vjen nga Brazili, prodhues i madh, po që prodhon edhe sipas standardeve europiane, ka sipërmarrje të certifikuara, por prodhon edhe pa standarde. Dhe prandaj çdo produkt që vjen nga këto vende të treta dhe që nuk vjen nga Bashkimi Evropian, konsiderohet i dyshimt. Dhe vëmendja duhet të jetë e madhe. Ajo e njësi që ka Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, që quhet njësia e vlerësimit të rrezikut, ka dhe një emër të madh. Momentin kur nisen ngarkesa nga Brazila apo nga vendet e treta apo nga India, duhet të ngrej flamurën e kuq. Është ndryshe të sjellësh një mall nga Bashkimi Evropian, ku kalon normalisht në filtrat e kontrollit. Po, sigurisht, është kreti edhe i garantuar. Të themi, garancia është maksimale, se sistemi survejancës aty është në përsosmëri, po thuajse, duke filluar që nga stabilimenti ku rriten baktit, e deri tek thertorët, e deri tek fabrikat e përpunimit, e deri në treg. Plus pasaj të garantohet dhe një sistem gjurmëshmërie. Qa gjurmëshmërie do kërkosh në Brazil? 2000 km larg. Tash unë nuk ka filluar një proces hetimor, dhe unë do presë të si një të shojme, a do gjendet stabilimenti që ka prodhuar, si e ka prodhuar, si është transportuar, është ngrirë, është shkrirë gjatë transportit. Janë profesor, po ky por ajo që shqetëson në opinionin publik është se u lejuar që kjo të përfundoj në tërheqjen time, thot ai që po na ndjek tash. Se këto hollësirat teknike, gjurmëshmëria, këto janë fjalë që për opinionin publik janë shumë abstrakte. Përpara se të kaloj, po, do të ministre, përfundoj. Edhe diçka, për ata teleshikues që na ndjekin profesor dhe konsumojnë fileto pule apo pulë. Çfarë masash duhet të marrin për të evituar sëmundjen nga salmonela? A ekziston një mënyrë për të reduktuar apo eliminuar rrezikun? Tash unë duhet të jap një mesazh për konsumatorin. Po. Sepse natyrisht njerëzit konsumojnë mish pule, aq më tepër për standardin shqiptar të konsumatorit që është mish i lirë, përdoret në mënyrë masive. Të gjithë ata që kanë bler pulë, që kanë bler filete pule, të bëjnë kujdes që ta gatuajnë mirë. Në rast se një fileto pule futet në furrë në temperaturë 200 gradë për të pak në 20 minuta, arrihet temperatura kritike në pulp prej mbi 70 gradë dhe azgjësohet bakteri. Pra, pak vëmendje, kujdes, mundet të mos dhe apo aq më shumë, po që se do ta zgjesh mishin, ta fush në nxjerrje me presion, e ke për 5 minuta, 10 minuta të azgjësuar. Po problemi nuk është se këtë e ke në dorë ti, por çfarë ndodh në fast food, se ky është problemi. Pra ata që e kanë në dorë
për ta gatuar vetë, dhe unë dëshiroj që besoj që shumë shqiptar i kushtojnë kohë gatimit personal, po ka dhe njerëz natyrisht për jetën intensive që ne bëjmë sot, frekuentojmë fast foodet, janë kryesisht të rit e tjerë. Unë do t'i sugjeroja autoritetit kombëtar të ushqimit që të shkojë në fast foodet dhe të kontrollojë me termometër. Me termometër temperaturën e gatimit të fileteve të pulës, po dhe fileteve të mishit që vinë nga vende me origjinë. Ta bëj këtë kontroll në mënyrë që t'i ofrojmë garancinë e duhur të konsumatorëve dhe të qetësojmë dhe opinionin publik që ka mekanizmat për të parandaluar. Dhe ky është një fat i madh për rastin e salmonelës. Se po qëse do të kishim bëjmë me ndodhe kimike, harrohet se me zjerje, me pjekje. Zonja ministre, pse ka rënë sistemi juaj i kontrollit dhe mishi i pulës infektuar ka kaluar në treg? Së pari, Ylli, faleminderit për këtë mundësi për të sqaruar opinionin publik, por njëkohësisht edhe nëpërmjet diskutimeve, duke filluar nga profesor Panariti e më gjerë, të japim vlerësimin e duhur përpara se dalim në konkluzione. Sepse ajo që ju sapo thatë, pavarësisht se ka një pikpyetje në fund, nuk është rezultati konkret. Ne duhet presim sa të flasin të gjithë institucionet, të cilat janë duke bërë një vlerësim se çfarë ka ndodhur, por më lejoni të them që produktet e importuara nga vende dhe si Brazili janë produkte që shoqërohen me certifikat veterinare, që sigurojnë edhe përshëndetjen e kafshëve dhe për sigurinë ushqimore në tërësi. Sikurse rasti i filetos pulës, ashtu dhe mishit derrit, sepse ne kemi një konsum nga këto vende edhe në produkte tjera, të gjitha stabilimentet të cilat tregtojnë këto produkte nga Brazili dhe që janë të ndërlidhura me kompanitë në Shqipëri, janë stabilimentet të cilat eksportojnë në vendet e BE-s dhe janë në listën që lejohet të eksportojnë në vendet e BE-s. Që kanë sjelltur. Të gjithë stabilimentet nga Brazili, të cilat kanë një marrëdhënie tregtare me kompanitë shqiptare të importit, janë stabilimente të listuara në Bashkimin Evropian. Kjo duhet thënë për të mos krijuar një konfuzion, qoftë për ta etiketuar Brazilin apo vende të treta, si vende me një risk dhe më të lartë se ç'duan. Jo. Tani. Por zonja ministre, më fal të ndryoj. Vetëm të Jo. Okej. Shiko, ju jeni ministre por unë besoj që këtu janë kaluar të gjitha hallkat. Jo, më lejoni ta dhe shteti, ja do të kujtoj. Sepse po flasim që nga zinxhiri certifikat. Për të ndihmuar dhe shikuesin. Shiko sa interesant është. Para disa kohësh këtu në Shqipëri, profesor, doli një salqiqe, vudi quaj, edhe thanë që ka është e infektuar. E gjitha dhe tani doli njeriu që tregtonte atë palmushi si e kisha ai nuk e mbaj mend emrin. Tonë se ti ke kujtesë të fortë dhe mban mend. Myqeremi. Myqemeja.